Po groposet zyrtarisht dhe ndoshta përfundimisht dosja Krifca për shpërdorimin dhe vjedhjen e fondeve të IPARD 2, që Bashkimi Evropian dërgoi për fermerët e Shqipërisë në vitet 2017-2021, 3 vite pas kallëzimit penal që zyra antikorrupsione BE OLAF depozitoi në SPAK, 2 vite pas bllokimit të fondeve dhe ultimatumit të BE për vazhdimin e ndërprerjes së tyre, qeveria dhe drejtësia shqiptare po mbajnë të bllokuar hetimin administrativ dhe penal. Në skenarin për bllokimin dhe groposjen e hetimit të ish drejtoreshës së Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, Frida Krifca, dhe grupit të saj, është përfshirë edhe kuvendi nëpërmjet mazhorancës qeveritare të PS-s me vendim numër 12 datë 3 shkurt 2026. Kuvendi refuzoi ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar, kërkuar nga një grup deputetësh të opozitës. Shumica parlamentare e PS nuk pranoi hetimin për fondet e IPARD 2, jo sepse nuk ka abuzime e vjedhje, por sepse mori urdhër nga kryeministri Edi Rama që të mos publikohen shifrat dhe emrat e atyre që kanë përfituar. OLAF, bashkë me kallëzimin e SPAK, ka depozituar prova për vlerat e vjedhura dhe të devijuara jashtë sektorit bujqësor, si dhe për emrat e përfituesve që i kanë përdorur fondet për biznese ndërtimi, resorte, hotele e vila, por nëpërmjet Altin Dumanit, për 3 vite me justifikimin e hetimit paraprak dhe tashmë në drejtimin e Klodian Brahos, pas një sqarim publik. SPAK po vazhdon të mbajë të bllokuar dosjen e hetimit të 138 milion eurove fonde bujqësore të dërguara nga BE-ja. Edhe nëse hetimi do të ishte në fazë paraprake, ai nuk mund të vijonte pa thirrur ish drejtoreshën Frida Krifca, ish ministrin e bujqësisë të viteve 2017-2021 dhe kryeministrin Edi Rama, si autoritet që kanë miratuar projektet dhe vendimet për kreditimin me fondet e IPARD. Ish drejtuesi i SPAK Altin Dumani ka qenë në të njëjtën linjë me kryeministrin Edi Rama, duke rakorduar veprimet për bllokimin e dosjes hetimore dhe shpërfilljen e kallëzimit penal të OLAF. Në skemën e bllokimit të hetimit dhe të paprekshmërisë së ish drejtoreshës Frida Krifca është përfshirë zyrtarisht edhe kuvendi nëpërmjet mazhorancës, duke vendosur mos hetimin e dosjes së fondeve të BE. Ky vendim i unifikuar mes qeverisë, kuvendit dhe SPAK, përveç se fsheh krimin financiar prej 138 milion eurosh, po bëhet shkak për bllokimin e fondeve të tjera të BE-s për fermerët shqiptar. Komisioni Evropian ka bërë të qartë se nuk do të dërgojë asnjë qindark për bujqësinë, pa çuar përpara drejtësisë përgjegjësit për fondet e viteve 2017-2021. Mirë Edi Rama që po bllokon hetimin parlamentar, sepse ka interes të mos zbulohen vjedhjet dhe përfituesit e fondeve të BE, si dhe të mos preket Frida Krifca, por drejtuesit e SPAK çfarë interesi apo frikë kanë që e mbajnë të bllokuar këtë hetim prej 3 vitesh?